Shkojmë te kjo, Nada, doja dija shumë, cili ishte në mënyrë përmbledhur, cili është propozimi i Fidan, pra palës turke për sa i përket arritjes së paqes. Çfarë sugjerojnë ato? Propozimi i Fidanit është kërkesa për anëpushim nga të dy 30 ditor, i qëndroj mende dhe këmbimi të pengjeve, madomendja. Po. Këmbimi i pengjeve është deklaruar se është bërë tashmë me 25 maj dhe ai këmbimi famshëm me 1.000 persona. Pra i qëndron kërkesës së tij, synimit të tij për të diskutuar kërkesën për anëpushim. Qartë. Për sa i përket pasyrimit në media, madomendja, një ngjarje me shumë rëndësi apo jo? Po, atëherë në mediat lokale po flitet, domethënë po merret po fokusohet domethënë çështja tek meritat që ka Turqia në këtë rast, pra Turqia po mburret domethënë me këtë nisëm, sepse arriti të ul palët në të njëjtën tryezë pas 3 vitesh. Pra ne dimë që menjëherë pas luftës përgjithshme që filloi në shkurt të vitit 2022, Turqia bashkoi Rusinë dhe Ukrainën në të njëjtën tryezë, si në Antalya ashtu edhe në Stamboll në të njëjtin vit. Gjithashtu edhe më vonë, më pas, domethënë në maj të këtij viti, pra para disa javësh, arriti të ul delegacionet ruse dhe ukrainase në të njëjtën tryezë në Stamboll, pra që bie pas 3 vitesh.